2 dhe për me tepër fituat 2 ndeshjet ndoshta shumë vështira ndaj Ignatit dhe Dinamos. Besoj se i lumtur sot. Jam i lumtur për 3 pikë, jam i lumtur për mënyrën se si e zhvilluar ndeshin taktikisht, jam i lumtur pafund për djem, sepse kanë kaluar një periudhë të keqe para i marrin vendin, po sakrifikojnë gjithë. Nuk jemi halo aty ku duhet me kanë, megjithatë marrja 3 pikëve taktikisht perfekt si lujtën sot, është komplet meritë e tyne që i meritojnë shumë më tepër. Një vlerësim maksimal u pa në fushë, edhe taktikisht, teknikisht, fizikisht, të gjitha të ekipin ndaj Dinamos. E kishim menduar nesër me bën një veprim tillë, kishim menduar 15 minuta e para që të bëjmë lojën tonë, të nepshim me kuptu Dinamos që do losim ashtu si losim gjithmonë, mandej u kthyem në blok mesëm, pjesë dytë në blok tul, fituam penalltin, bëmë golin, pjesa e dytë ishte më e lehtë. Dinamos ka pas asnjë rast tek tuk para Porson, nuk e di apo bën gjujtën port, mund të bashim edhe gola të tjerë, që do të kisha dashur me gjithë shpirt, sepse këta dje meritojnë shumë. 3 fitore duke pas parasysh edhe fitoren me Pogradecin, Ignatin dhe tashmë Dinamon. Mund të themi se viti 2026 ka nisur në këmbë të marrë dhe Gaci na po rritena për ditë, po mundona me marrë atë formë që kishim më përpara. Normal faza paritore që kena bën Olçin na ka shërbyer shumë, djem po marrin kondicionin e duhur. Dhe me atë mund me atë djesë që ata bojnë meritojnë më tepër, kështu që shpresoj dhe besoj se duhet vazhdoj me këtë teori. Bilanc pozitiv përballet direkte me Ignatin dhe Dinamo, që konsideron ndoshta dy personazhe më të mira. Kjo do të thotë që duhet bërë kujdes ndaj skuadrat të vogla. Patjetër që po, i thash edhe më parë, na kena ndeshje shumë të rëndësishme ditën e shtunë kundër Partizanit, por sot ka fituar, kam pa ndeshjen pothuajse sekret, ka një ekip të mirë, ka një ekip që lviz shumë. Kanë dëshirë me lujt, duhet që është nesër që jemi në stërvitje të fokusohena s'kena kohë më me gëzu, sot nesër jena në stërvitje, edhe të përgatisim sepse duhet jena kam tokë, duhet jena me kryull, duhet jena shumë agresive dhe kundër Partizanit. Dedikim për këtë ndeshje, ka Martini? Dedikim kam për tifozat që ishin sot në stadium, Shkodran që ishin sot në stadium, dedikim edhe për ata tifoza në Shkodër që kishim humb pak besimin, shpresoj të rikthehen sepse edhe ata dojnë vllaznin si na, kena nevojë për përkrahjen e tyre, kena nevojë për moralin e tyre, kena nevojë për mbështetjen e tyre. E tepron Martini me festimin apo e ka ndaluar Martini këtë? Unë nuk e di, unë sot aty ku unë kam këndu gëzu me tifozat e mi, unë nuk i bëj tifozave të mi asnjë gjë tillë, apo festoheshin në atë mënyrë, festova në atë mënyrë, nuk e kam pas me kërkën absolutisht, po të shihni aty ku unë kam kënd me tifozat e mi duke bëj veprim, domethënë një veprim që këto e quajnë të keq, unë s'kam bën një veprim të keq, megjithatë nëse në njëri është mërzit ose i kërkoj edhe njës. Pak më herët presidenti Xhaferi u ndal te kjo temë dhe theksoi se festimet e Martinit janë shtruar në modë dhe në publik, në qytet, pra është në një ofendim sipas tij. Unë nuk e di, domethënë, unë s'kam ofenduar kërkën, aq më tepër thosh, kam pas tifozat e mi mas vedit. Domethënë, nëse kam festuar me tifozat e mi, kam dashur me ofendu tifozat e mi, kjo është absurde. Ndoshta dikuj se më thani ja vret synin nëse veshin diçka të tillë, por sa kam pas me kërkën dhe kam pas thjesht për ndeshjen në mënyrën e fitimit. Do të vi një moment se Martini dhe Daja të shtërngojnë duart me njëri tjetrin? Unë s'kam asnjë problem me kërkën, unë kam punën time, ekipin tim dhe mjafton kjo.